Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Personat që hanë vezë në mëngjes duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Do ngeleni pa fjalë. Me kalimin e kohës është folur shumë për përfitime shëndetësore të vezës, sidoqoftë ekspertët thonë se përfshirja e një veze në dietën e përditshme ka më shumë përfitime se sa dëme. Sidomos për atletët, pasi ndihmon në përmirësimin e disponimit dhe cilësisë së stërvitjes. Veza është një alternativë shumë e mirë për shëndetin dhe rimbush aminoacide thelbësore për funksionet e trupit edhe në konsumin e proteinave. Shumëllojshmëria e opsioneve të përgatitjes llogaritet në favor të përthithjes së vezës në dietë, e cila akoma fiton edhe përforcimin e vitaminave, mineraleve dhe lipideve të pranishme në sasi të madhe të e verdha e vezës. Albumina, kjo protein ka një vlerë të lartë biologjike, biodisponueshmërie të shkëlqyer dhe përdoret lehtë nga trupi dhe për një tretje më të lehtë. Albumina ka 9 aminoacide të domosdoshme për procesin e anabolizmit, rritjes së masës mashkullore, kontribon në rigjenerimin e indeve të muskujve, thonjve, lëkurës, flokut, promovon rritjen, rigjatëron funksionet e organeve vitale, vlerët e energjisë së këtij forcon edhe sistemin imunitar. Veza nga ana tjetër është e pasur me yndyrna në omega 3, një mënyrë e shkëlqyer për trurin dhe për stimulimin e ekuilibrave të insulinës me glukozën, një tjetër faktor për të rregulluar detyrimin e rezistencës ndaj insulinës, i cili është faktori kryesor i rrezikut për sindromën metabolike. Ajo gjithashtu vepron për të luftuar anemin. Vezët jo vetëm janë të mira për anemin për shkak të mungesës së ekurit, por edhe për të përmirësuar organizmin tuaj. Vezët dhe konsumi tyre në formën e zjerë sigurisht që do t'japë rezultate fantastike në rritjen e vlerave të shëndetit. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës sigurisht konsiderohet ajo në formën e zjerë. Vezët e zjera mund t'japin organizmit tuaj shumë vlera, ndaj edhe ekspertët cilësojnë në konsumin e saj në këtë formë si një alternativë të çmuar në rritjen e përfitimeve të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Vezët përmbajnë 280 mg kolesterol, ku zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim, sepse yndyrat të cilat përdoren për skuqje do të rrisin gjithashtu edhe rrezikun e kolesterolit në organizmin tuaj. Ndaj konsumi i saj në dietën tuaj sigurisht që do t'jap rezultate fantastike në përmirësimin e shëndetit. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të konsumojë të paktën një vezë në ditë, pa u shqetësuar shumë për nivelin e kolesterolit. Sipas të dhënave të Healthy Side, vezët janë të mira për të konsumuar në mëngjes, si një regjim i të kujdesshëm shëndetësor, i cili do ju ndihmojë gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt dhe në përmirësimin e shëndetit tuaj në tërësi. Konsumi i vezëve në mëngjes do t'i ofrojë shëndetit tuaj edhe yndyrnat cilësore. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit dhe problemeve me sëmundjet e zemrës. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu edhe në rregullimin e niveleve të insulinës në gjak. E përrjedhoj mund t'japin rezultate fantastike në rritjen e vlerave të trupit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Vezët janë një mburojë shumë e mirë për shëndetin dhe mund t'japin gjithashtu rezultate fantastike edhe për rritjen e proteinës cilësore. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinave. Organizmi ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve. Por mbi të gjitha, proteina ndihmon të gjitha organet e trupit të mundësojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Gjithashtu, vezët janë të mira edhe për shëndetin e syve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore në ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës, mbron membranën dhe ulë riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit ose verbëria. Nëse doni kocka të forta, përfshihini vezët në dietën tuaj. Vezët e zjera janë të pasur me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme gjithashtu edhe për kockat dhe dhëmbët e fortë. Vitamina D mundëson kockave përthithjen e kalciumit, rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë gjithashtu më i fortë dhe më i mbrojtur.
Mëngjesi tipik i shumë anvisave shqiptare përfshin edhe konsumin e vezëve. Ato mund t'japin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe megjithatë, konsumi i saj brenda normës së lejuar do të japë rezultate të mira në rritjen e vlerave të trupit. Vezët duhet të konsumohen rregullisht në mëngjes. Vezët, duke u konsumuar në mënyrë të rregullt, do t'japin edhe një mbrojtje të shtuar të shëndetit. Veza është një nga ushqimet më të shëndetshme për njeriu që ka pasur një rikthim triumfues pas pretendimeve të saj në rolin negativ për shëndetin. Vezët ofrojnë 6 gram protein të cilësisë së lartë. Sipas të dhënave, kjo do të thotë se vezët ofrojnë të gjitha aminoacidet që duhet të marrim nga ushqimet, madje pajisa nga mishi. Proteina konsiderohet një nga ushqyesit që përmbush shëndetin e njeriut. Gjysma e sasive të proteinës gjendet te e verdha e vezës. Vezët frenojnë urinë. Një mëngjes i pasur me vezë mban nën fre urinë për më gjatë në krahasim me ushqime të tjera me bazë drithi. Disa studime thonë se njerëzit që hanë vezë në mëngjes ndihen më të ngopur dhe hanë më pak në drekë. Vezët mbrojnë gjithashtu edhe shëndetin e syve. Vezët janë të pasur me lutein, një pigment që është kryesisht i përqendruar edhe te retina e syrit. Luteina i mbron syt nga dëmtime të ndryshme si pasojë e plakjes, por edhe nga dëmtimet të dritës blu që emetohen nga celulari, tablet dhe laptop. Ky lloj ndriçimi besohet të jetë kontribues në shfaqjen e problemeve mbi peshës dhe sëmundjeve të syve. Vezët nuk bllokojnë enët e gjakut. Përfite me radhë, vezët kanë qenë në bankën e të akuzuarve për krime të paqëna ndaj shëndetit. Shkak mund të jenë edhe kolesteroli që besohet se ndikonte në sëmundjet e zemrës. Tani shkencëtarët besojnë se vezët nuk janë të dëmshme për enët e gjakut dhe gjithashtu nuk i bllokojnë ato. Vezët janë të mira për rritjen e masës tuaj muskulare. Njeriu nis të humbas masë muskulare pas moshës 30 vjeçare. Masa muskulare nis të bjerë me 5% për çdo 10 vite. Humbja e saj e bën njeriu të ndihet më i plogësh dhe rrit shanset për fraktura. Aktiviteti fizik, veçanërisht ai fokusuar te forca dhe qëndresa, ju ndihmon të ruani masën muskulare. Vezët dhe proteinat që ato ofrojnë ushqejnë muskujt pas tërvitjes dhe i mbrojnë gjithashtu ato. Vezët janë një nga produktet më të mira ushqyese për të shtuar me do e mos në dietën tuaj. Vezët, përveç se janë të mira të pasura me proteina dhe me pak kalori, ato janë shumë të lehta për të përgatitur. Konsumi i tyre në mëngjes sjell organizmit një sër përfitimesh. Vezët reduktojnë lodhin, përmirësojnë produktivitetin fizik dhe atë mendor. Ato na mbajnë të shëndetshëm në çdo moshë, aktiv dhe energjik gjatë gjithë ditës, përmirësojnë kujtesën dhe ndikojnë në fortësinë e shikimit, citon nutricionistja Leticia Carrera. Një verdhë veze ka proteina, kolin, hekur dhe zink. E bardha, sipas nutricionistes Martin Clares, siguron midis 10 dhe 20% të sasive të rekomanduara ditore të vitaminës A, D, E dhe K. Gjithashtu veza ka fosfor, vitaminën B12, ndërsa ndikon në shëndetin e muskujve dhe në imunitet. Pra me fjalë të tjera, veza mund të konsumohet e plot dhe është super e shëndetshme. Veza ka biotin, një suplement i cili nxit prodhimin e proteinave në rritjen e flokut dhe mbron skalpin nga thatësia dhe irritimi. Për sa i përket mënyrës se si duhet të hahen vezët në mëngjes, nuk rekomandohen ato që janë të skuqura me gjalp ose edhe me yndyrna të tjera. Ekspertët këshillojnë kryesisht vezën e zjerë si një nga zgjidhjet më të mira për të shtuar në dietën tuaj. Truri do të gjendet në mbrojtjen e kolinës me konsumin e vezëve të zjera. Është provuar se kolina, kjo vitaminë e veçantë, është materiali më i rëndësishëm ndërtimor i trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga kjo lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës çon në rënien e kujtesës. Shikimi do të ruhet falë luteinës të vezës dhe vitaminat do ndihmon për të absorbuar më mirë kalciumin në organizmin tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.